Nuk kam qef. Të t'jam të përgjithë. Shefit nuk i kërkohet, nuk i bëjmë pyetje. Shefit vetëm i zbatohet fjala. More dhe thua po shef për çdo pyetje ose o shef. Cilat janë elementet që do të ketë një person për të thritur shef? Do i mësosh rrugës, thuaj njërë po shef edhe atër do i mësosh. Thuaj o shef, e atër me përgjigje, do rëshkasësh me këtë karrigen. Qa është rëthore, Qa shefia, kuzhine apo qa shef? Shive që kësi e ke aty. Së mërë me atë. Ska gjë. Thuaj me mua, thuaj mos u mërë me mua, se të gjanë keqë. Mos të mërë me mund të prapë. Po mirë më, po e kategorizon vetën në shumë rejnë. Ne të gjaj keq. Po e kategorizon vetën e shumë rejnë. Rak, tak, zemra mboni, kur unë të pash. Po që s'kisha pirë 82 shumë fare, vëlla. është i dyti që po pi, po kjo po më shiko nga në shpirë. Pa. Jemi dhe në tjerë, Po më jamo të vedja ime, asaj pia është, s'ka në gjithë keqe. Rak, tak, zemra qa përret nga Big Brother? Kur unë ty të thash, o shef, thuj në fund, për çdo fjali ku më drejtojsh mua, shef, more vesh, o shef. O fësh. Qa përret nga Big Brother? O fësh. Qa përret nga Big Brother? O shef, thash. Kur dalim nga këtu do pastrosh shik pucët e mija të gjitha, një nga një, dilash. E di si pastrojnë këpucët? S'kam nevojë, do i bësh ti, unë do të shoh. E di si pastrojnë? Se di fare, di e për atë punë. Ti merresh me pastrim tualetesh, ti merresh me pastrim një si puna jote i pastron Kur këpucët? të vish aty, do thuash, po shef! Po shefi! Dhe pik! Një si puna jote i pastron këpucët? Ja, kam një si puna jote që mi pastrim. Dhe jo vetëm këpucët. Ka ti pastron? Dhe qa për shumë? Rak, tak, zemra mboni. Ka qenë Stelina ajo që ke konsideruar kështu më përpara? Rak, tak, shpirti mboni. Për kështu gjëra që ke konsideruar më përpara? Rak, tak, zemra mboni. Kur unë ty të thash. Kështu ke dash